Bashkia vlon mbi 200 milion lek për rikonstruksionin e një trotuari që paraqet vetëm dëmtime të pjesshme dhe ka nevojë për ndërhyrje të kufizuara, ndërsa punimet rrezikojnë të nisin në kulmin e sezonit turistik. Një nga segmentet më të rregullta të trotuarëve në zonën e Skelës së Vlorë pritet të nënshtrohet rikonstruksionit me një fond limit prej më shumë se 200 milion lekësh të vjetër. Bëhet fjalë për projektin me objekt rikonstruksion trotuari dhe hapësira rekreative në rrugën Fejzo Gjomemo për vitin 2026, i shpallur nga Bashkia Vlorë. Sipas të dhënave të publikuara në sistemin e prokurimeve, autoriteti prokurues është Bashkia Vlorë. Procedura është e hapur ndërsa fondi limit është 208 milion lek të vjetër pa TVSH. Tenderi është shpallur në datën 15 maj 2026, me afat për dorëzimin e ofertave deri në datën 2 qershor 2026, ndërsa kozgjatja e kontratës parashikohet 6 javë. Ndodhemi në rrugën Fejzo Gjomemo, një nga segmentet më të frekuentuara të zonës të Skelës në qytetin e Vlorës. Pikërisht ky trotuar që nga pamjet në teren rezulton në gjendje relativisht të mirë, është përfshirë në një projekt rikonstruksioni me fond limit mbi 200 milion lek të vjetra. Pyetja që shtrohet është e thjeshtë. A është kjo një ndërhyrje që ka nevojë urgjente për qytetin apo një tjetër shpenzim që kërkon më shumë transparencë? Me kamerën tonë do të ecim gjatë gjithë gjatësisë të trotuarit për të parë gjendjen reale të trotuarit. Ndodhemi në fund të trotuarit të rrugës Fejzo Gjomemo, siç u pa edhe nga pamjet e filmuara për gjatë gjithë segmentit, përveç se disa dëmtimeve të vogla, të cilat mund të riparohen thjeshtësisht dhe disa zonave ku pllakat janë dëmtuar nga rrënjët e pemëve, pjesa tjetër e trotuarit rezulton funksionale. Por një tjetër pikpyetje lidhet me kohën e ndërhyrjes. Nëse procedura mbyllet në 2 qershor dhe punimet nisin pak ditë më pas, me afatin 6 javor të parashikuar, rikonstruksioni mund të përfundojë në mes të muajit korrik. Pra, në kulmin e sezonit turistik, kjo rrugë rrezikon të përballet me plurë, zhurmë, bllokime dhe vështirësi për bizneset që ndodhen përgjatë saj. Dhe nëse do të kërkoje një mënyrë për t'i dëmtuar në mes të sezonit, zor se do t'a gjeje më perfekte se kaq. Qytetarët thonë se për ta vlera që është vendosur në dispozicion për realizimin e këtij projekti është tepër e lartë dhe e fryrë. Sipas tyre, një tjetër pikpyetje lidhet me kohën e ndërhyrjes, kur punimet po kryhen në sezonin veror dhe kjo është një kohë e papërshtatshme. Në kulmin e sezonit turistik, sipas kalimtarëve, kjo rrugë rrezikon të përballet me plurë, zhurmë, bllokime dhe vështirësi për ta, por edhe për bizneset që ndodhen përgjatë saj, duke i dëmtuar këta të fundit në sezonin e verës, kur edhe shpresojnë të punojnë më tepër. Po të rregullojnë çik më mirë do ishte, po edhe kështu siç është çmimi. Po të bëhet më edhe 200 dhe 300. Vetëm mos t'i vjedhin, po t'i hedhin në rrugë është mirë, po vetëm mos t'i vjedhin. Koha çika jo e favorshme tash. Bilet duhet të ishin mbyllur punimet. Për mendimin tonë duhet të ishin mbyllur punimet, se tash trafiku është në maj, njerëzit kanë filluar lëvizjen, koha nuk është shumë e përshtatshme, megjithatë ta avancojnë paktën deri në 15 qershor të mbyllim se vallai. Tu poshtë edhe ka nevojë, mendoj. Varet nga ata që merren. Inxhinierë, arkitektë, më the thash po. Mendoj që çdo gjë për ndërtimin e Vlorës është gjë që ja vlen. Jo dhe shumë e përshtatshme, mendoj. Do shta ku jo, po para marketit aty ka nevojë. Shumë duket. Do shta duhet ishte bërë më parë. Kupton, Vlora tani po bëhet turistike dhe çdo gjë duhet të vejë në vendin e vet. Po këtu zgjatë gjërat. Nuk e kam iden, po duket e lartë. Se në fundit pllaka e çimento, asgjë tjetër. A të kalosh andej më tutje, unë që kam shtëpinë aty transmekanike aty në fillim, kryesore të ja sikur i pastrojnë çik të, se në mbrapa, është mos më keq. E shtrenjtësh. E shtrenjtë, domethënë të jetë për atë, aty varet nga firmat si punojnë këta. Se unë të them do ta marrë të tyja e punën, të them 5, nesër vetë e shes 20. Ai merr fitimin, merr më shumë edhe nuk e hedh vlerën këtu. Ta dini për tani se është turp njerëz, vinë turistat. Aq më të duhet të ishte bërë me kohë. Po thuaj që nuk ka, se çdo njeri këtu punon vetëm për vetë e tij. Vinë sa vinë, se kush e ka dhënë një shprehje aty ka dhënë bukur atë shprehjen ata.
Vinë me thënë pa 1 lek dhe dalin milionera me njerë. Se ku vetë të gjane, unë jashtë kam qenë në Itali dhe i shikoj çdo gjë andej që i kam parë, po jo si këtu tek neve. Te ne është për i bretë. Projekti ngre pikpyetje për prioritetet e investimeve publike në qytet, në një kohë kur disa akse të tjera në Vlorë përballen me amortizim, mungesë mirëmbajtjeje, probleme me qarkullimin dhe përmbytje gjatë rreshjeve. Për këtë arsye, shpenzimi një fondi të tillë për një segment relativisht të shkurtër trotuari ka hapur debat mbi nevojën reale të ndërhyrjes dhe raportin mes kostos dhe përfitimit publik. Nga ana tjetër, çdo investim në hapësirat urbane është i mirëpritur, kur sjell përmirësim konkret për qytetarët, por pyetja që mbetet është nëse ky projekt përfaqëson një nevojë urgjente për qytetin apo një ndërhyrje që mund të kishte pritur në krahasim me problematika të tjera më të dukshme në infrastrukturën e Vlorës. Blu Televizion do të ndjekë në vijim ecurinë e kësaj procedure, ofertuesit pjesëmarrës, shpalljen e fituesit, si dhe zbatimin konkret të punimeve në teren.